Se me ty kam bërë biseda të tjera, e kam me Gretën dhe me personat e tjerë të ati grupi. A mundesh me bë kjo sfidë si mundesh? Jo, nuk po më kërkon diçka për veten tënde, do e kisha bërë me kënaqësi, seriozisht e kam, sepse me ty kam pasur me ty kam folur pak më shumë se sa me njerëzit e tjerë këtu. Jo, nëse do diçka për veten tënde, ta plotësoj direkt. Për sfidën mos më pyet më, të lutem. Okej, nëse është kështu në këtë shtëpi, okej, le të mbaj edhe unë qendrimet e mia. Nuk kam nevojë për faljen as kujtun këtu. Nuk kam nevojë për faljen as kujtun këtu. Të gjithë këto ditë kanë thënë Ina ka dalë, për mua kanë dalë, kanë qesh, kanë ironizu, kanë bërë çdo veprim të mundshëm. Kanë prekur deri te buka. Pse po hati bukën se ti ke dalë, mos na hap bukën kot. Të nëse këta kanë arritur deri në këtë lloj niveli, atëherë do unë refuzoj të bëj sfidën. Le ta fitoj grupi tjetër. Përderisa kanë më shumë harmoni mes tyre dhe merren më mirë vesh me njëri tjetrin dhe respektojnë lirinë dhe të drejtat e njëri tjetrit. Këtu nuk respektohet askush. Unë ja thash Gretës, Po jo pra. nuk isha ardhur atje me bë sfidën kur, se vërtet siç ka fol, ka qenë tepër e keq, na tu hangër buka, jo na erdhi edhe na fiku sopën. Ama pse kërcim? E kam kaq Ti nëse do, sa të lutem, se kjo është shumë e rëndësishme. Më mbush mendjen se unë duhet të vi Ina. Kjo sfida është shumë e rëndësishme sepse nuk është personalisht vetëm për ty, është për të gjithë ne. Hajde ta bëjmë, mbaro, të bëft mirë, do të ndihmoj me diçka. 100%. Po jo, vjen ti mua më fik sobën, përmend bukën, ndërkohë duke ngrënë ti aty jashtë thoje ku di unë, ai tjetër thoshte po Ina ka dalë, po mirë, më nëse Ina ka dalë, okej, hajde pra, po jo kthen edhe Ina njësoj. Boll ka qenë Ina ajo që nuk ndihej, rrinte urt, respektonte çdo njeri këtu. Gjithë me të keq, unë prap ja ktheja me të mirë, me është thënë fjala më e keqe, dhe unë prap kam thënë, okej, faleminderit me ndihmën yt. Jo pra, a e doni kështu? Në rregull, ndroj edhe unë pllakën, di dhe unë ta mbroj veten time. Sigurisht. Ti ke ditë me mbrojt veten, nuk është që s'ke ditë, ti gjithmonë ke fol për gjërat, edhe ti edhe unë të kam thënë ti je shumë fort se ke përballuar gjithçka e kupton mbrenda kjo shtëpi. Edhe ata e dinë se dikush tjetër nuk e kisha përballuar siç e ke përballuar ti. Unë thjesht du me ardh edhe me thënë, unë e kam shumë për zemër e kupton kjo performancë që jemi të bë. Si shoqe, si mundesh me ma bëni nder, ti si je mirë shëndetësore, ajo është... Materi, nuk jam të fortë, për prit një sekondë mundë me fort. Me ty nuk e kam bëllë diskutimin unë. Do më shpjegosh pak... Kur do me e ditë për ty, Kur të më shpjegosh... Unë me ty diskutimin e hape millë kur do unë, jo kur do ti. Ty të kam bot dalje. Kam dalje edhe për ty, e? Po, normale. Dakor, edhe po ne edhe prap kotje. Se se po përshtypje. Faleminderit. Ka me ardh anyways. Nuk është se po përshtypje. Faleminderit. Po ku të bën përshtypje ty të s'bëri përshtypje gjithë ajo që bëre, shkopi organizove surprizën me helikopter, me dron, me propozim. Dhe vajza nuk të dha asnjë përshafim. Asnjë për një hap para për ty nuk e bëri. Ke kaq javë më punë që shkonte i lutesh. Një hap para ajo vajzë nuk e bëri për ty. Një hap para. Dorë nuk ta dha. Dorë nuk ta dha. Meriton aq edhe Bravo i qoftë që tallet me ty. Asaj bravo i qoftë që tallet me ty. Do bëj xhelozia jote. Asaj bravo i qoftë që tallet me ty. Ti ku e ke respektin për veten. Herë tjetër helikopter do i sjell. Kurse ty ku e ke respekt. Po ku kam parë një helikopter në Mateo, prandaj bëj kështu. Ku kam parë një herë, kush më ka bërë mua një herë? Herë tjetër asaj ka bërë të sjell helikopter. Unë s'kam marr kur lule një. Flasësh ti nga xhelozia. Kam dyqan lulesh, po unë s'kam marr kur lule. Askush nuk ka dhënë asnjë lule. Jo, më pastaj helikoptere këto që unë s'kam parë një herë këto. Helikopter, mos qaj me një, mos qaj. Helikopter dhe lulet edhe gjithë shka, por nuk mundesh me do vlerësohet e gjithë ajo që po bën. Ti mund të kishe dhuruar edhe vetëm një lule asaj vajze, dhe ajo të kishte kapur dorën dhe të kishte thënë faleminderit. Pse ka xheloze? Ku është problemi jo? Që unë i kam bëri surprizë atij. Unë po them atë që kam parë me sytë e mi, nuk është xhelozi kjo. Edhe ti çfarë thon për mua? Je xheloze për mua vetë? Ha, do të thonë ti që je xheloz për mua. Mos e dëgjoj që flet, kthej për gjithë pyetjen. Je xheloz për lidhjen time me Kesin pra. Ti gjithmonë ke dyshime. Ju e keni pas kaç Tina, je gjithmonë kjo. Ti që je xheloz për mua. Okej, shqyrë që pranove. Faleminderit që pranove. Që ti je xheloz për mua. Që ka parë një jetën time. Faleminderit që pranove, që pas ke qenë xheloz për mua. Përderisa gjithë kohë më ke. Unë ti dhash argumentat e mi.